Ish fermeri Lim Hoti ka ndarë shumë informacione për jetën e tij personale, duke përfshirë dhe një detaj që shumë nuk e dinin. Ai është babai e një djali 10 vjeç. Gjatë qëndrimit në ferma VIP, Limi ka folur shpesh për raportin e tij me të birin, duke treguar se janë shumë të afërt, pavarësisht periudhës që kanë qenë larg njëri tjetrit. Në Instagram ai ka uruar të birin për ditëlindje, duke ndarë dhe një foto të tij dhe shkruan: "Gëzuar ditëlindjen bir, të dua." Është shumë i zgjuar, është 10 vjeç, flet turqisht, gjermanisht dhe anglisht, ama ka mentalitet amerikan. Erdhi para 6 muajsh, kisha 4 vite pa e parë. Më tha, më premto që nuk do më lësh më. Thash me mendjen time, të jetë kaq i zgjuar, nuk jam përzier fare që dua ta mbaj unë, sepse i kalon stresi fëmijës. Por do rritet dhe do i kuptoj. Unë e kam lënë 2 vjeç. Pastaj e kam takuar pas një viti pasi u ndam dhe më pas 4 vite nuk e kam parë fare. Zbuloi Limi gjatë qëndrimit në ferma VIP.